bashku dhe është një moment shumë i bukur tani për të zbuluar reagimin e banorëve të shtëpisë së Big Brother për treshen që janë në akvarium. Shkojmë në shtëpi. Atëre, yje jam me ju. O bira. Dhe është momenti tani për t'ju treguar se çfarë ka ndodhur paralelisht me ngjarjet brenda asaj shtëpie. Big Brother sonte ka zbuluar për publikun një ambient të ri të shtëpisë që quhet akvariumi, brenda së cilit sot janë futur 3 banorë të rinj të këtij edicioni. Shikoni pak nga monitori. Së është normale. Po është normale as pak se tani. Është normale, po për mendimin tim, Nga më duket gjykimi i tij ishte mos e drejtë, domethënë të 3 nominim. Shumë mirë e kanë bërë. E Ishte meritojnë. me vërtet. E meritojnë. Po, jo fiks. Që ta marrim si me Rregullat janë rregulla vëlla. Deri ku është saku. Do të thonë që ti në jetën reale i bën këto gjërat. Po pra. Po unë Atëherë, siç e shikoni, janë 2 vajza dhe një djalë. Nuk e di a njihnin ndonjërin prej tyre. Stelinën. Prikena? Ledion, Po? e njoh Mateon, para 3 vite kam pa një herë dhe kina shkëmbyt sa mesazhe, po kur gjë ma shumë. Okej. Dikush tjetër që njeh ndonjë aty? Po, edhe unë Gretën. Gretën, si e njeh? Është nga projektet ndryshme Okej. dhe kaq për moment. Okej, dikush tjetër? Po, Casey? Jo, 2 personazhe aty. Aha. Dhe gocë me fustan të kuq dhe gocë me fustan të bardhë. Pra, Gretën dhe Stelinën. Si i njeh, nëse mund të pyes? Gretën e kam pasur në një kontakt tek emisioni që kam qenë. Tek përputhen? Po. Dhe Stelinën, si gjithë Shqipëria e diun, kam pas një histori me të. Ke pasur një histori me Stelinën, një histori që ka përfunduar? Në një mënyrë, jo shumë hisore. Për shkakun? Dhe logjikës gabuar nga njëra palë. Nga pala jote apo nga pala? Jo, nga pala ime. Jo nga pala jote? Ja. Okej, e kuptova. Mirë, është momenti që t'ju lidh me njëri tjetrin edhe të përshëndesim, ndërkohë lidhemi dhe me akvariumin. Atëherë, Stelina, Greta dhe Mateo, jam me ju, ndërkohë që ju shikon edhe pjesa tjetër e shtëpisë. Okej? Na shohin ne? Po. Ju shohin, po, ju shohin. Mbrëma. Buonasera. Po mirë, po ne nuk i shikojmë Ledion. Si? Nuk i shikojmë. I kemi pa boll, që ti shohim? Po, shiko, do t'i shikosh për pak sekonda, mos e vrit mendjen Greta. Ata ju shohin mirë, ju kanë parë, madje disa prej tyre thanë edhe që ju njohin, kështu që, okej. Tani, është momenti për t'ju thënë se çfarë do të ndodh me juve të akvariumit dhe si pasojë me ato të shtëpisë zyrtare të Big Brother. Juve të akvariumit sonte do të keni një mision shumë të rëndësishëm, sepse do të mund të merrni me vete secili nga një banor të shtëpisë. Ju të 6 do të jeni imun. Pjesa tjetër e ngelur në shtëpi do të shkojë e gjitha në televotim dhe njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të martën. E kuptuat? Po. Pra, secili prej juve të akvariumit duhet të zgjedhë një nga banorët e shtëpisë për ta shpëtuar, për ta bërë imun. Banori do të jetojë bashkë me ju aty në akvarium gjatë këtyre ditëve, të paktën deri të martën. Okej. Pjesa tjetër e shtëpisë do të shkojë e gjitha në televotim dhe njëri do të lërë shtëpinë të martën. Me rend alfabetik, e para që duhet të zgjedh është Gerta. Kë do të shpëtosh ti? Greta, unë. Greta, më falë zemër. A mund t'i shikoj? Po. Të gjithë? Po. Mund të kemi një Po, tani me nuk e njëherë. di kush ka ngelur, kur...
Nga televotimi ka ikur Seno, kështu që të gjithë të tjerët i ke atë. Kristi. Do të marrësh aty Kristin. Po. Okej, faleminderit. Mateo, Brikenën. Brikenën. Stelina. Ledion, a Një moment, Brikena do të vike ty. Stelina, Mirin. Mirin. Pra Kristin, Brikenën dhe Mirin. Ledion, a mundem një Okej. sekund? Po Brikena. A jam e detyruar me shku aty se unë personalisht s'du me shku atje? Je e detyruar të shkosh për sa kohë është pjesë e lojës, pra është Jo, në fakt, unë nuk po du me shku edhe me tregu drejten unë me sa kuptova po mëj pak a shumë e kuptu me qëfar qëllime ka hy Mateo aty, edhe nuk jam fare dakord me produksionin që munoni me bukë si lojnë atila, vetë sa mu munu me shti një person që thjesht e ka njoft jashtër se ka pas në sen ma shumë, për me mujt me insinu diçka thjesht për ma prish imazhin, kështu që unë nuk jam fare dakord edhe nuk du me shku atje. Okej, S'ka shansa. shiko, që Edhe s'jam fare dakord me produksionin për një gjest tillë. E qartë, Brikena, që të mos ta bëjmë këtë bisedë dhe të ngarkohen edhe mbase pjesa tjetër e shtëpisë, dhe që t'jesh me qetë. Eja me mua të dhoma e rrëfimit edhe flasim vetëm për vetë. Po Ledion. Po Mateo. Atëherë, fillimisht se doja ta lija Brikenën të maronte se nuk isha pse të ndërprerja. Unë ftesën për ty Big Brother e ka marrë para se të filloj Big Brotheri, pa e ditur cilët banor dhe ishin brenda. A më gjën? Të dëgjoj, po? Po, okay. Edhe fakti kur pash Brikenën edhe për mua ishte i surprizë pasi unë s'kam lënë asgjë jashtë dhe nuk doja të kisha edhe asgjë brenda, domethënë. E qartë. Po, ndërkohë, Edhe unë nuk kam hy këtu për Brikenën, t'jemi të qartë, kam vlerësim për Brikenën si vajzë, kam dhe shumë respekt, edhe fakti që zgjodha sepse pyetja ishte kujt do t'japësh imunitet, edhe nuk e kam zgjedh Brikenën për asnjë lloj loje, edhe ajo është e lirë ta shohë edhe kur të vi këtu që nuk ka lidhje fare Mateo, loja, Brikena, domethënë nuk janë me një fjali. E qartë. Okej. Mirë, Mateo, të falenderoj që e sqarove. Natyrisht uroj që edhe Brikena të jetë aty me ty edhe të keni mundësinë të flisni më shumë, sepse u duk sikur ajo tha një variant tjetër, ti ke thënë një variant tjetër, kështu që mbase janë disa gjëra që duhen sqaruar. Sidoqoftë, më mbyllni akuariumin edhe shkojmë në dhomën e rrëfimit. Briki. Po Ledion, po dëgjoj. Atëre, si fillim një herë, se